Sot është 87 vjeç, e mban mbi supe një karrierë të gjatë të suksesshme futbollistike. Zeni Çela është korçari i mirënjohur, mjeshtri i topit, një nga figurat më të shquara të qytetit të Korçës, që ka fatin ta ketë jo vetëm si qytetar, por edhe si profesionist në fushë. City News Albania ka zhvilluar një intervistë ekskluzive me Zeni Çelën, i cili e ka pritur me shumë kënaqësi, teksa na ka treguar shumë kujtime të veçanta, të cilat kanë mbetur në memorien e tij. Por tashmë nëpërmjet reportazhit ton, do të jenë edhe në kujtesën e sport të dashnësve korçar dhe me gjerë. Zeni Çela e ka nisur karrierën e tij që në vogëli, më konkretisht në klasën e 4, kur ai u kërkua të luante me ekipin e të rinjve të Skënderbeut. Një ftesë që fillimisht u prit me shumë çudi, por që me talentin që Zeni kishte, u kthye në nisjen e një karriere të gjatë në futboll. Ndeshjen e parë Çela e luajti në Shkodër, aty ku ka shënuar golin e barazimit për të shpëtuar ekipin korçar nga humbja që rrezikonte. Karriera ime si futbollist ka nisur në vitet 52, 53 dhe gjysma e vitit 54. Njeriu i parë që më afroi ka qenë baba i futbollit korçar, i cili ka respektin e qytetit, Tato Bimbli. Më ka marrë me ekipin e të rinjve, karshi shokëve Stavri Lubonja, Kosta Koça, Bebi Eqimi, Gaço Tasho e shumë të tjerë. Në mezin e vitit 54, klubi sportiv që drejtoheshe prapë nga Tato Bimbli dhe Mjallaq Kita, portieri legjendar i Shqipërisë, isha në pedagogjike në klasë të 4. Vjen në një orë mësimi dhe takon drejtoni, thotë, do ta thresim Zeni një çik, na lejo. Unë çuditem se luanja, do vish me skuadrën e parë, tha. I thash unë, po si do vi, do vem të bëjmë analizat. Dhe më tha, nesër do vish në Shkodër. Ndeshja e parë që kam luajtur në karrierën time ka qenë me Dinamon e Shkodrës. Atje kam bërë ndeshjen e parë të jetës time me skuadrën e parë, me të mëdhenjtë. Dhe kam realizuar golin e barazimit. Kemi dalë 2-2. Prej vitit 1954 e deri në vitin 1967, ekipi i Skënderbeut kishte pjesë të formacionit një sër emrash të njohur, të cilët i tregon me hollësi Zeni Çela. Mbas andaj filloi karriera me ndeshjet, duke vazhduar që nga 54 deri më 67 pa humbur asnjë ndeshje dhe minuta e plotë 90 minuta. Do me thënë gjithmonë i mbaronja komplet. Ka luajtur karshi lojtarëve të mbëdhenj, si Refik Kruesia, Loro Borigji, Teliti, me dhjetra, do me thënë Zini Gjinali, më hapat e mia që në gradualisht dhe tifozi im personal ka qenë Anton Mazreku, i cili gjithmonë me jepte kurajo dhe kur transmetonte. Emocioni që të jepte një ndeshje ishte mjaft i fortë. Këto emocione i ndjente jo vetëm tifozin në stadium, po më tepër edhe lojtarët dhe ekipi, të cilët jepnin shpirtin në fushë. Zeni tregon dy nga kujtimet më të bukura gjatë gjithë karrierës së tij futbollistike. Dhe unë gjuanja me sy mbyllur, kështu që më bën shprehi. Dhe konkretisht po them, në ndeshjen e Partizanit, Mikel Janku rridhe në kratë majtë, topi hynë në kratë djathtë dhe buçiti tër stadiumi 10.000 veta. Zeni Çela përfundoi karrierën si futbollist në vitin 1967, por nuk hoqi dorë nga pasioni i tij për futbollin, duke vazhduar më pas si trajner i ekipit të moshave të reja dhe po ashtu si mësues pranë shkollës Stavri Themeli. Një ndër arritjet e profesor Çelës ka qenë formimi i një ekipi privat, të cilin e quajti Oktapodi, duke dalë 10 vite kampion, e duke i dhënë Korçës një tjetër ekip me vlerë në ato kohë. Fundi ka qenë fundi i 67-s, do të thënë pas 14 vjet me skuadrën e parë, se 3 vjet luajta me të rinjtë. Tashi, mbasi mbarova aktiviteti tim futbollistik vazhdoi. Kam punuar në shtëpinë e Pionerit, me moshat. Ishte prap Tato Bimbli, i cili më mbante pranë dhe punonja. Mbas kësaj, unë ngrita, më morën në shkolla Stavri Themeli, ngrita të parën shkollës klasës sportive. Profesor Zeni ka komentuar me keqardhje, por edhe me shumë optimizëm, situatën në të cilën ndodhet Skënderbeu sot. Ai ka dhënë një këshill jo vetëm për lojtarët dhe trajnerin aktual,
por edhe një thirrje drejt presidentit Takaj. Më vjen keq që Korça ra nga kategoria para tashi, po përparon, ka marrë një trajner i cili e një mentalitetin korçar, se është Ivani, e kam takuar disa herë, është njeri shumë punëtor, shumë i përpikt dhe i zgjuar. Mirë po, djemtë që janë, për mua, janë të rinj, akoma nuk janë formuar, dhe kanë pasur luatje, dhe një gjë, unë ja u kam thënë edhe para njave, ndeshja me Kuksin dhe ndeshja me Shkodrën, umbën vetë se unë si në një ndeshje për qefi, të pa mobilizuar, dje kanë lojtur shkëlqyer, lanë kokën dhe unë ju shkrojta që mobilizohen, lini shpirtin se po turproni Korçën dhe dollën 1-1 me ekipin kampion që është Rogozhina. Qyteti i Korçës ka nxjerr figura të njohura në të gjitha fushat, jo vetëm qyteti, por edhe ekipi i Skënderbeut ka patur fatin të ketë pranë profesor Zeni Çelan, i cili ka dhënë shumë në trajnimin e të rinjve dhe nxjerrjen e talenteve korçare, që sot e kësaj dite luajnë në ekipet më të mëdha të Shqipërisë apo edhe në Europë.